por sidoqoftë që ta sqarojmë. Allahu apo nëna? Se kjo vëzë përzirja e dashnive i ka bo disa njerëz me dal me filozofu në për emisionet televizive dhe me lujt në muhabete. A nanën hoxho a Allahin? Kërja pyetjen do më thonë të veqelit. Kërja qëfar pyetje ban të veqelit? A nanën e Allahin? O kjo ignorancë për ty, qëjtu veti. O që me thonë, a bubrecin a nanën? Të në do ma shumë. A pulën, a grujën? A delën që ka e kitë shpia, a vajzën? Pyetja në bazë, fillim, është ndërtu me gabim. Sepse një dashni, ti po thu Allahin, hinoro kjo. Kjo nuk përzit të nana. Që e përzit nanën? Mirë po, shiko njerëzit. Jemë në dhe zëmë zamanin, i thëjnë gjuna rabet të fehe, kotësijës. A i berbera, i thëjnë analist. A i keni po, berbera, respekt për vazhnit tonë berbera, mirë po. Del në televizion dhe berber, kush o ki, kush jeti? Opinionist. A di shumë më vëzën opinionist, ki ka mendimet thella, ki ku të folit me shkruj që a i të thamë. Apo, ajo tjetra, do më thonë, nuk e dipi ku e kanë morë, ku e kanë sjell, shka menon ti? Kjo më vëzër, vinire, na jetojmë këtë zamani medje, kjo vëzër këtë batë industri, kjo nuk o kotë, kjo industri paguët, merët e veqelin, ndreqe, ngjije, lije, qite qatin televizion, edhe vetë qka po menon ti? Apo, dhe qka më interesant vëzër, munohën neve me nëjë detiru, që na pasaj me analizu, apo që ka thaj? Nëse hit ti, veç që ka thaj, u kri raben loj. Nëse ti e merë, atë dhe e ngonë që ka tha, u kri ti raben, a ti mur minutat po, a ti mur i marri minutat, u kri raben loj. Kjo që ka i bio dhe na jetojmë zamanën e kocijës, kur njeri pa kur farë zotësie, kur farë mjeshtrije, kur farë shkolle, e shumë ti opinionist. Që monëve 10 vet, 13 vet, 15 vet, 20 vet, 25 vet, të regonë ajtë qysh funksionojnë gjërat. Kjo në problematike për këtë asyje, ka thonë pejgamberi alayhi salatu wassalam, nuk bëhet kiameti pa u paraqit ruaj bidat. Tha ja Rasulullah, çka ruaj bidat? Tha një njeri të veçel, i marë, i humbur, flet për punë të mëdhoja. Që folbe ti për këtë të mëdhoja? Për të cilat punë njerëzit e meq të njerëz të urë që kanë përvoje, kanë shkollë. Thot valla unë s'di me të kallëzuar për këtë punë. S'di me të kallëzuar për këtë punë. Për këtë arsye, shiko, darja e dashurive është shumë e rëndësishme që pastaj mos i ngatrojnë ana. Apo, andaj shpesh na pyesin për shembull, a ket? Pyetja mbaz mund të më kanë gabim. Mbaz mund të më kanë gabim. Për këtë arsye vëzë shikona, na kemi dashnin ndaj Allahut, na nuk e përzimë dashnin ndaj pejgamberit alayhi salatu wasalam. Na i dojmë të ditë, apo? A i thëmë, eshhedu an la ilaha illallah, wa eshhedu an Muhammed Rasulullah. Meni vijan, meni shahadet, meni fjali. Ama na e dim se Allah është Allah Zot. A i dryshe duhet. Apo, edhe ndryshe duhet pejgamberi jonë, sallallahu alaihi wasallam. Pejgamberi sa më njeri, pejgamberi sa më zguzon me adhuruhe, pejgamberi sa më zguzon me basejse, pejgamberi sa më zguzon me bariku. Ti e do, e respekton e madhnon, ama si madhimi i Allahut, jo, ajo tjetër. O sigur me vetë, Allah i na pejgamberi ka në do ma shumë. Kjo ka bemo dhe zë, ga bemo. Sepse kjo loj tjetër dashnis, dhe kjo loj tjetër dashnis. Andaj, kur ti nga tronë lojët, edhe pas taj, qka ka më të përgjigjaj? Qa ta më përgjigjaj? Nuk ka përgjigjaj.